Ai një dashuri e madhe për tani Berishën, më. Të vërtet kjo. Duhet të falëroj këtë zotin Bardhi. Hajde një minutë, Gazi, Lorka, nuk dalin dot nga shtëpia. E ka të merr, Gazi, Elbasani i bjetikët, nuk do të jetoj. Me zotin Berisha në kryet PD-s, Partia Demokratike nuk vjen dot në pushtet. Bardhi dhe Palla janë përgjegjësit direkt politik për atë gjakderdhje. Me sa duket zoti Berisha don politikën mbi vdekjen. Polisi ka gazbardhi. Të ndodhi një vrasje aty. Djali i zotit Berisha ka qenë i përfshirë në afera të caktuara korruptive. Se bëjmë marrëveshje me Tauland Ballën. Nuk e besoj që është e ardhmja e Partisë Demokratike. Babi Zenit njeriu të vetëm përgjegjës për 26 të vrarë në Gërdesh. Ashtu siç edhe në të shkuar, me trafikant droge, ka shqyer dhe shkelmuar. Gazmend Bardhi lufton për të shpëtuar shpirtin e tij. Nëse zoti Berisha do të jetë kryetari i Partisë Demokratike, unë mbyll karrierën time politike. Gazmend Bardhi tërhiqet nga politika aktive, pra nuk qëndroni kësaj. Absolutisht i qëndron. Është i pashpës